Jeni shtatëzan dhe doni të lyeni flokët, ja çfarë duhet të dini. Provat e pakta në dispozicion sugjerojnë se lyerja e flokëve tuaj gjatë shtatëzanisë është diçka e sigurt. Organizata mbi informacionet e teratologjisë deklaron se mund të prisni për të ngjyrosur flokët tuaj në tremujorin e dytë kur fëmia juaj është pak më i prekshëm nga faktor kimik. Gjithashtu, në vend të lyerjes së gjithë flokut, një opsion tjetër që mund të përdorni janë fijet, ku boja e flokut nuk bie në kontakt me lëkurën. Një këshill tjetër është që gjatë procesit të lyerjes duhet të rrini në një ambient mirë të ajrosur për të shmangur thithjen e kimikateve të pranishme në bojën tuaj. Nëse vendosni të lyeni flokët vetë, përdorni doreza për të shmangur sa më shumë kontaktin me bojën dhe mos kaloni kohën e caktuar të mbajtjes së bojës në flokun tuaj. Të gjitha këto këshilla jepen për bojëra flokësh të një cilësie të lartë.